Mikrofoni hapur nga Gens Paçuku në Window Radio.am. Mirëmbrëma dëgjues të Window Radio, mirëmbrëma Shqipnia, mirëmbrëma diaspora. Mirë se erdhët në valët e radios dhe faleminderit që na ndiqni. Një kërkesë të vogël e kam për ju dëgjues, nëse mundeni shpërndajeni radion tek miqtë tuaj që dhe ata të bëhen pjesë e radios, jo vetëm si dëgjues, por edhe me fjalën e tyre në mikrofonin e radios. Unë jam Gens Paçuku dhe ju flas nga studio e Window Radio në Londër. E enjte sot 21 maj, më falni. Unë zakonisht jam me ju çdo të martë, por sot erdha jashtë radhe, pasi këtë diel ka zgjedhje të pjesshme lokale në Itali në fqinje, dhe unë si individ, por edhe ne si radio, ju bëjmë thirrje. Mos neglizhoni, shkoni të votoni, e sidomos aty ku ka kandidat shqiptar, pasi nuk është vetëm krenari, por edhe interes për ju që jetoni në Itali. Të keni dikën nga Shqipëria, që të jetë fjala juaj, mendimi juaj, mbështetja juaj në pushtetin lokal në zonat ku banoni. Nuk ka rëndësi se nuk jam unë, nuk ka rëndësi që nuk je ti kandidat, rëndësi ka që të jetë një nga ne. Nuk ka rëndësi nëse e njohim nga afër apo jo. Rëndësi ka që të jetë bashkëdhetari jon. Mos prisni që një kandidat të vijë të ju lutet, bëni detyrën patriotike. Mos mungoni dhe votoni kandidatin shqiptar. Një gjë duhet të dini. Ndoshta nuk do ta ndjeni direkt, ndoshta nuk do keni nevojë, por do të jetë më mirë nëse ne e kemi përfaqësuesin ton të zgjedhur. Ndoshta nuk e kemi të theksuar dashurinë dhe respektin për njëri tjetrin, por le të fillojmë një ditë ta bëjmë. Le ta bëjmë, le të jenë të zgjedhje për ju emigrantët në Itali që të bëhen një shembull pozitiv për të gjithë emigrantët e tjerë në këtë botën, duke u bashkuar, duke mbështetur e duke bashkëpunuar me çdo kandidat shqiptar. Për t'i dhënë votën, për të treguar botës se ne nuk jemi vetëm për punë të rëndomta, ne jemi të aftë, të jemi pjesë e vendimmarrjes, pjesë e menaxhimit dhe motori i zhvillimit në çdo vend ku jetojmë. Pasi është i rëndësishëm kontributi në Shqipërinë, në shoqërinë e një vendi ku kemi zgjedhur të jetojmë. Ore, edhe sigurt të ndjekim mendimin mediokër, mund të them, në fund të fundit më mirë një shqiptar aty se një tjetër. Edhe nëse nuk ndodh direkt, në mënyrë indirekte do kontriboj zgjedhja e një kandidati shqiptar, qoftë në autoritetin, krenarin apo në barazinë sociale me vendasit. Votoni shqiptarët sot, sepse përveç të tjerave do shërbejnë si urlidhse mes komunitetit shqiptar dhe organeve lokale italiane, por nesër edhe me Shqipërinë. Për të folur për këtë zgjedhje dhe kandidimin e shqiptarëve, unë kam sonte në mikrofonin hapur kandidatën për zonën albano-laciale, zonjën Romina Shkreli. Zonja Romina Shkreli, mirëmbrëma, mirë se erdhe dhe faleminderit që pranovat ftesën. Mirëmbrëma, faleminderit. Romina, është kontakti i parë që keni me radion, kështu që as radio, dëgjuesit e radios, nuk ju njohim, kështu që shkurtimisht të lutem për mua edhe për dëgjuesin, kush është Romina Shkreli? Unë jam Romina Shkreli, kam 23 vjeçe, jam rrit në Itali, edhe jam kandidu për këshilltare për në komunën Albano Laciale. Edhe kështu, pse dua. Dëgjoj Romina, duke qenë se e ke kalu gjithë jetën në Itali, duhet të ndjesh mirë kur flet me ne, nuk ka problem se ndoshta në një fjalë shqip nuk e din edhe aq mirë, sepse duke komunikuar ndër vite, pastaj edhe do rregullohet. Kështu që ndjeu lirshëm, fol lirshëm, ashtu siç din, sidomos dialekti shqiptar, dialekti shkodran, dialekti gega është mjaft i dashur, kështu që mos e ki problem, mos u ndjej se diçka të mungon. Ashtu siç di, aq sa di, me atë gjuhë që di, me atë dialekt që ke, mos e ki problem, fol lirshëm. Mirë, shumë mirë, pra. Po flas si me kanë shkodrane. Si më po je shkodrane, kështu që mos e ki problemat punë. Domethënë jeni në Itali ka 23 vjet. Po. Konkretisht çfarë bani?
Unë po studioj në Universitet Sapienza për diritto e amministrazione pubblica edhe për administrativë publike, do me thonë. Po. Edhe kështu jam edhe kandidu për politik. Po, Se para se shkem atje, sa që ke lindur në Itali. Po. Atëherë shumë bukur e flet shqipen, mos u ndjej fare keq me qenë se ke lindur edhe në Itali. Ju jeni nga Shkodra thot? Po, prej Bushatit. Prej Bushatit Shkodrës. Po. Okej, domethënë a shkoni ndonjëherë në Shqipëri? Po. Çdo herë, një herë në vjet për një muaj. Okej, shumë bukur. Si janë shqiptarët në Itali në përgjithësi? A janë integruar në jetën italiane apo janë akoma si shqiptarë, si themi në kuptimin jo të mirë të fjalës? Po janë integru, do alo e kanë vështirë, po më shumë janë integru se shqiptarët janë si fratelli e sorelle për italianët, a kupton? Tash janë si vëlla e motër, edhe italianët ka shumë respekt për shqiptarët. Po ju, Romina, ndjeheni huaj në Itali apo si me thënë në shtëpinë tuaj? Dhe me thonë edhe këtë pjesë ka herë po, ka herë jo, po nga që mi kanë hapë dyrë për politik, tash ma shumë jo se po, a kupton? Okej. Po të shkolla, për shembull në universitet, a ka ndonjë ndasi apo jeni bashkë gjithmonë ka si shqiptarët rrinë veti edhe? Ja, jemi të njësoj, nuk ka ndryshime, se italiane, shqiptare, nuk na shohin me atë mënyrë, janë shumë integruar. Okej, Romina, unë e kam bëj këtë intervistë me ju, jashtë radhe, kështu që edhe koha nuk do të jetë shumë e gjatë në dispozicion, sepse pas nesh do kemi një intervistë tjetër të planifikuar me kolegun tjetër, zotin Leonard Koja, që falenderoj që na dha mundësinë për këtë intervistë shkurtën, do të prekim 2-3 tema, pastaj do të japim mundësinë që të bësh një thirrje shqiptarëve që jetojnë aty për të votuar. Futemi në temë direkt, pa humbur kohë. Para se të shkojmë te kandidimi juaj, dua të di pse vendoset të merreshit me politikë. Jeni një vajzë e re, pse vendoset të merreshit me politikë? Pse tu jetu jashtë shpesh hera nuk marrim atë që meritojmë. Veç pse na shohin si tuja, kupton. Do na shohin si tuj, do jo, po kjo vjen edhe prej politikës, se kur nuk ke përfaqësim, nuk ke asgjë. Edhe atëherë janë tjerë që flasin, vendosin edhe mbrojnë të drejta tona, edhe tu nejt një heshtje nuk dyshojnë kur gjë. Edhe ndoshta dikush din me i dalzot vetes, po kushdo nuk e ka atë mundësia, kupton. Edhe unë si shqiptare, tu ndi shqiptare, nuk du me pa veç punët e mia, me aq mundësi që kam, e ma shumë dëshirë, du me i dhanë kontributin tem për shqiptaret, edhe me ba mundi fjallet tyne, edhe me i përfaqësu me dinjitet. Edhe mendoj që angazhimin e politik të jep këtë mundësi, edhe nëse shqiptarët me besojnë dhe me votojnë, unë nuk do i gënjej, nuk do bëj pazar me votën e tyre, por do t'i përfaqësoj edhe me dinjitet. Okej, shumë bukur kjo pjesë më pëlqen, edhe mban të ju shoh edhe si serioze në kandidimin tuaj, edhe me thënë të drejtën më imponon në mbështetje, sepse me të vërtet kështu do të jemi të gjithë. Do më thënë, e kërkojmë votën, edhe kur e marrim, dhe nëse ne zgjidhemi, duhet të përfaqësojmë ata që na kanë votuar, sidomos shqiptarët, komunitetin shqiptar, sepse për atë punë ndoshta hym edhe në politikë që përfaqësojmë komunitetin shqiptar, edhe ato që s'na dhanë votën në përgjithësi, po edhe ato që na dhanë, edhe jo me na urrit menja, me na u duk vetja se dikush jemi, edhe pastaj mos me qa kokën më për njëri. Kështu që unë e vlerësoj shumë përgjigjen tuaj, shumë përgjigje saktë, shumë përgjigje tërheqëse, dhe mendoj që shqiptarët, ata që po dëgjojnë, duhet ta kenë në konsiderat. Romina, je angazhuar me Forza Italian,
Po, Partinë e me Berlusconit. po. Pse zgjodhet Forca Italian? Se Forca Italia është parti e Berlusconit, është një parti që janë gjithmonë afër Shqipërisë dhe shqiptarëve, por edhe duke ndjerë veten të gjatë, edhe duke qenë se jam shkodrane dhe Shkodra është bastion i së gjastës, e ishte sigur që aty është venje. Edhe aty është shtëpia jeme, nga aty mund të kontribuoj më mirë për bashkëqytetarët e mi. Edhe mbi tona aty gjithë derën hapur për mu, edhe me pjesë e politikse me dhënë kontributin tem. Okej, shumë bukur. Do me thënë, besoj që aty ku jeti në atë zonë, a kandidon dikush tjetër në të njëjtën komunë shqiptare apo shqiptare tjetër, apo vetëm ti? Ja, unë jam një vajzë që vetëm unë po e kandidoj për Albano Laziale, komunën Albano Laziale. Për mu kjo është nder, krenari. Sot si kandidate, nëse me votojnë si përfaqësuese tyne, a kupton? Po, shumë bukur. Dëgjoj tani, Romina, ja, një bisedë, për shembull, e tham se unë votoj në zonën ku je ti. Votoj në zonën ku je ti, jam shqiptar, që jetoj në Itali, në komunën Albano Laziale. Po. Edhe po bëjmë bisedë bashkë, unë si votues. Edhe të pyes, Romina, pse unë duhet në të votu ty në këtë zgjedhje? Se unë jam vajzë e re dhe besoj, kam vizion, kam energji, kam shumë dëshire, me dhënë kontribut edhe për komuniteti shqiptare, po edhe për italiane, pse është vendi që na ka prit, na ka dhënë mundësi për me studiu, për me punu, e për me bë pjesë e shoqënisë, edhe unë jap edhe dyrë të politikës. Ma kanë hap dyrë të politikës edhe unë kandidoj me Forca Italia, por unë kam me kënë gjithmonë edhe shqiptarve, edhe kam me kënë zoni tyre, mbështetje tyne, edhe i sigur se që gjithmonë kam me i përfaqësu me dinjet. Edhe emri shqiptaret e Shqipërisë kam me pas gjithmonë me veten e punëtime. Edhe prandaj detyroj që gjithë shqiptarëve, atyre që votojnë, po edhe atyre që alas kanë marrë pjesë, edhe alas kanë vendu me votu, që më votojnë mu, sepse jam shumë afër jush. Edhe pse jam vajzë e re, edhe kam me kanë gjithmonë dera e zyrës e hapun, edhe numrin tim të telefonit e kanë për shembull në dispozicion. I hapur, po. Po. Nëse me votojnë, unë nuk kam me kanë thjesht një këshilltare, po një për jush, afër jush në çdo moment. Edhe për komunitetin, se jena një komunitet mrekullueshëm, edhe unë kam me kanë krenare me ju përfaqësu. Okej. Besoj që shqiptarët, a i ke taku shqiptarët këtë ditë në ato zona? Po, i kam taku, kam fol me ta, kena bo edhe dark, aperitivo këtu, thuhet në Itali. Po. Kena fol për votu, për si me bo votimin e tana. Jena shumë shqiptar janë në Albano Laziale, edhe për këtë punë do shta po fitoj. Nëse tonë shqiptaret bashk punojmë bashk, a kupton? Se me punu bashk, gjithë bashk, kena më shumë rezultate, a kupton? Po. Pse... Po, vazhdo? Vazhdo. Po mdohem, bajmë punë më keq, mu bashku jemi më të fortë, edhe punën e bajmë më mirë, rezultatin e kemi më të mira, kupton? Pse politika ka shumë fjalë, e kandidatë edhe kanë më shumë, po unë nuk du me pas llafe më shumë punë. Okej,
do thënë që kandidoni në Itali, por do mbetesh shqiptare edhe në qoftë se fiton në zgjedhje. Kjo është e rëndësishme sepse shqiptarët do të njohin si shqiptare, do të votojnë si shqiptare edhe do të arrojsh atë ndjenjen e shqiptarit edhe shqiptarët do t'i mbështesish në çdo moment që ata mund të kenë nevojë, por edhe që është e mundshme me një muse, ka raste që një ma mund duan plot, po ndoshta ti nuk mundesh me një mu, kështu që nuk ke sa me bo. Kjo Albano Laziale, ku është kjo komunë? Në çfarë vend, në çfarë zonë, ku bjen? Në Lazio. Është Lazio. Lazio, në Rom. Në Lazio në Rom, do me thënë aty jeton ti dhe shkollën e ke në Rom, me sa universiteti në Rom është. Në Rom, po në çfarë vit je në universitet? Në tretin. Vini në tretë, okej, shumë mirë, do me thënë që po studion në... Du me thënë për njerëzit që janë të ri si mua, që edhe me një mu Shqipnin, është shumë mirë, se ka nevojë Shqipnia për njerëzit që janë të ri me shkollë, sidomos shkollën që kena bën në Itali, edhe është shumë gjë e mirë, me shku në Shqipni edhe me punu në Shqipni, edhe me konë prezenca. Romina, se ti Romin je e re, e vogël po je e re, edhe nuk e di situatën, por unë që jam moshë madhe, në vitin 1990-1991 shqiptarët u larguan nëpër vendet e botës. Këtu në Itali, në Greqi, edhe një pjesë e mirë ishin të përgatitur, kishin marrë shkollën, kishin profesione, edhe shkuan në ato shtete, edhe ato shtete përfituan se i kishin njerëz të përgatitur tani, në ata kohë ne mja u kthy borxhin ose mja u marr hakun që ju që përgatiteni atje, ti për shembull që po mbaron shkollën, inshallah shpresoj që të zgjidhesh edhe në Këshillin Bashkiak të komunës atje ku jeton, edhe pasi të marrësh një eksperiencë, unë jam e sigurt se Shqipëria ka nevojë për njerëz që po studiojnë jashtë dhe po marrin eksperiencë, kështu që ti nuk duhet ta harrosh Shqipërinë, duhet ta kthesh kokën pak nga Shqipëria, sepse Shqipëria ka nevojë për vite e vet, se pavarësisht se ke lënë Itali, ti je bi shqiptare, kështu që ndoshta se ti e di se derisa shkon në Shqipëri, ne nuk e kemi punë shumë mirë në Shqipëri, kështu që duhet ne që jemi nga jashtë, kur them ne, ju që jeni moshë re tani, duhet me u aktivizu një qik, kur të vinje koha, se tash ndoshta në shpejt, dhe duhet pak so eksperiencë akoma. Normal. Po, bukur. Tani, ti je me Forca Italian. Po. Aty ka edhe partit tjera, për shembull, ka sa dush, po besoj që edhe ato që nuk janë me Forca Italian, shqiptarët, kam përshtypjen se do të tregohen shqiptar, edhe pavarësisht bindjeve politike, ata besoj që duhet votojnë një shqiptar, edhe nëse nuk janë me Forca Italian. Atë kanë premtuar se do të votojnë apo jo? Po, më kanë premtuar, po shohim. Po deri atë ditë shohim se ka raste që edhe nuk i mbajmë premtimet në shqiptar, po një gjë tani ti po zgjellve, mos u mbajnë në shqiptarëve se nuk i kanë mbajë premtime, se po u tregove e mirë me ata, pastaj votojnë herën tjetër, do ta kuptojnë gabimin që kanë bën, ndoshta që nuk të kanë votu. Kjo komuna Albano Laziale, kjo Albano a ka një lidhje me ne me Shqipërinë si emër jo? Ja, s'ka lidhje, po tonë kanë pyet, po jo, s'ka lidhje me Shqipëni. Është vend i madh kështu si komunë? Po, është më i madhi në Castelli Romani. Do më thënë, se tash unë nuk e njoh shumë mirë Italinë, do më thënë, ajo zona që është edhe Roma brenda, që quhet, Lazio? Jo, Lazio është zona. Roma është brenda e Lazios. Po. Do më thënë, edhe Albano është brenda Lazios. Po. Edhe ka shumë shqiptarë atje në ato zona? Shumë. Sidomos Lazio, Marino, çdo në Rom, edhe në Lazio shumë shqiptarë. Po, nga Roma votojnë për ju jo? Ja. Ja, vetëm atje. Po tani shpresoj
shpresoj që shqiptarët tregojnë shqiptar, ne shpesh herë tregohemi, ka raste që edhe kur nuk tregojmë, po tani është rasti, me thënë të drejtën, se unë për veti me qenë në Rom, nëse ti do të zgjidhesh, edhe unë do ta kisha atë ndjenjën e krenarisë, opa, domethënë, me thënë që ja, ne shqiptarët tani nuk bëjmë punë të ndomta, po kemi edhe njerëz që na përfaqësojnë në komunë, edhe ku do të diun se ndoshta nesër sot ti mund të zgjidhesh antar e këshillit, po nesër mas nesër se të gjitha kushtet i ke, Italia është shtëpia jote, shkollën e ke, përvojën po fiton, ti mund të jesh nesër edhe kryetar e komune, që do të ishte gjë e madhe në Shqipërinë. Kështu që besoj që shqiptarët, meqenëse si edhe vajzë e re, duhet ta japin një ndihmë dhe unë mbaj thirrje shqiptarëve, votoni Romina Shkrelin, s'ka rëndësi e njihni apo nuk e njihni, rëndësi ka që është shqiptare, edhe është e shkolluar, edhe e kuptoj se është vajzë me edukat, vajzë që e do vendin e vet, derisa do vendin e vet, do të thotë që do dhe shqiptarët, jam i sigurt që do ta justifikojë vetëm. Apo jo? Po. Se një gjë, po u zgjodhe, po pa ata vrejtje pastaj unë, se bine më thonë njerëzit ti na prune, i bën reklame, sollën në radio, tani ajo nuk po na pyet fare, unë të vitë zyra. No. E të baj vrejtje. No. Një gjë tani, Romina, duke pas një farë përvoje nga jeta, jetat mëson shumë gjana, do më thënë për moshën që ke ti nuk i ke kalu ca gjana, prandaj po t'jap unë një këshill. Unë shpresoj edhe mendoj se i ke të gjitha mundësitë dhe kushtet me fitu me u zgjedh në komunën Albano Laciale si këshilltare, por sikur të ndodhi e kundërta. Ti je një vajzë 23 vjeçë tha. Po, 23. Po, tani sa e ke fillu jetë në politikë, jam i sigurt edhe pa ditë se kush je, sepse tani fillojnë hapat e parë. Kështu që mos u demoralizo, sepse nuk arrihet në majat që në herën e parë. Do më thënë, në këtë radhë, sikur edhe mos fitosh, ti je e fituar sepse e ke mësu diçka, si bëhet fushata, si folet me njerëzit. Pra, merre si pozitive, merre si përvojë, edhe mësim për herën tjetër. Pra, nuk du që ta shofish si fundin, se me janë 70 vjeç, hajtë themi s'ke shanse më. Po kur je 23, e ke jetën përpara, i ke shanset përpara, e ke këshill nga unë, ma e men, mos u dorëzo, por vazhdo. Megjithëse thashë njëherë, Shqipëria plot me italian besoj që do ta japin atë drejtë. Besoj që po. Po, kështu që besoj që votuat të dielën. Dielën e tonën, po. A dielën edhe tonën. Po, 24-25. Okej, edhe 24 deri në orën 23 noc, edhe me 25 deri në orën 3. Po tani me ato që një gjoni aty në rreth rrotull, cila parti beson që mund t'i fitojë zgjedhjet? Aty. Unë besoj që fitojmë ne. Forza Italia? Po. Po me shumë. Po se nuk fitojmë, kena vota. Po, se një gjë, ndoshta nuk fitoni për shkak kryetarin e komunës, po fitoni këshilltar. Po. Po, kështu që unë besoj që thash, forca shqiptarit duket tani me votën që do të japin ty. Nëse shqiptarët, se ne shqiptarët kemi qef me tregu veten të fortë. Nëse shqiptarët duan me tregu veten të fortë, ma thot me një që ti duhet dalish pakën këshilltare sikur edhe mos fitoj Forza Italia. Se në fundit ne unë nga këtu ku jam, mu më intereson që të fitojsh ti, pastaj edhe Forza Italia, patjetër që ne kemi marrëdhënie të mira, Shqipëria me atë forcë politike, kështu që patjetër që i duam të gjithë fitojnë, por në fundit unë do doja që ti jesh fituese. Tani ke fol me shqiptarët, ju ke kërku votën, a ke një staf që shkoni e flitni me shqiptarët? Jo, s'kam staf, po kam njërë që është Gjoani Kashella, që është me mu, kandidat me mu. Po. E kena organizu dork me shqiptarë. Me shqiptarë, po. Shqiptarë, po. Edhe kështu, kena fol për votat,
i kena mbjellë tana, i kena thonë që a mirë me pas një shqiptar në komunë, pse unë kam e kënë zoni e tyre, a kupton? Po. Mon. A nuk janë xheloz italian sepse janë një shqiptar aty? Ja, fore. E shofin pak si kam një do italian që kam thonë qyrta shqiptare ose qyrta Po. kuptëm se kanë pak janë po jo shumë. Po nga partia jote ku je Forca Italia, si e shohin kandidimin? Sa vetë kandidoni nga aty për këshilltar? Jena 24 vetë në listë Forca Italia. 24. 24 dhe pastaj fitojnë ato që marrin vota më shumë, domethënë. Po. Fitojnë 3 veta që kanë vota më shumë. 3 vetëm. Po, 3 këshilltare, po. Po mirë tani nuk e di a keni bën një llogari apo dikush tjetër që marr më përpara afërsisht për shemb. I kena bë, janë do që janë pranarit lokalve, njohin shumë njerëz, po s'do me thonë gjë, kupton se Jo e di, po a di gjë sa vota duhen për me fitu, apo s'di gjë? 120 po, sigurt nduhen, edhe më shumë, besoj. 120 vota? Po, edhe më shumë. Jo, më 120 vota, nëse s'japin një shqiptarit 120 vota atëherë. Si dije se... Jo, më se tash ne tham, nëse në bëjmë miliona, po besoj që... Po këto, unë kam qenë në Romë dhe... Kam pa aty shqiptarë që ishin goxhat lidhur e kishin forcë, nuk e di tani si... Atë ka një mu ato të Romës, ajo? Po. Bardok do, atë ka një mu? Po, më ka një mu, kena folë në Romë, dhe më ka dhënë këshilla edhe Barlluk Doda, edhe më ka thënë se është shumë e vështirë, kupton se është era e parë që po him politikë. Po, patjetër që është e vështirë, po. Edhe mos me fitu, jam shumë krenare i saj, pse kam hinë politikë dhe kam qitë ftyrën tema, kupton. Shumë bukur. Pra ne thash edhe unë përpara që edhe me baba aki që mos me ndodh me fitu, mos u mërzit sepse mëson atë ku ke gabu ose ku se ke bën punën mirë ose unë besoj që nëse Bardoku është i fortë atje në Itali, besoj që ka goxha potencial kur të ma shofish mi bat fala nga Genci thuja i radios thuj, kishte respekt për ty thuj. E thuj ka thënë Genci thuj, bat pa mundurën me më një monese, po bëjnë shaka se Bardoku i di vetë të punë dhe jam i sigur që ai jo vetëm aty ku jeti që ashtu afër, po ai ka shkuar në të gjitha komunat nëpër Itali ku ka zgjedhje edhe larg, kështu që Bardoku është punëtor, ja di punës, edhe besoj që e ke kratë djathtë edhe besoj që do të mëjë ashtë sa nuk e pa kërkush, jam i sigurt. Pastaj ne gjithashtu bëjmë se po t'ishte puna ashtu, s'ke nevojë me shku për votime, kishim thënë që je e votuar, po ai besoj që jam i sigurt që do të mëjë punë sepse ka edhe njohje dhe kam pa te Forca Italia kishin të gjithë respekt për Bardokun edhe për gjithë shqiptarët që ishin aty. Po mirë, Romina tani ti je gati për duel, si po themi, ne nuk e di se a kupton duel në kuptimin përballje. Edhe tani ti je para shqiptarëve, supozohet, ato që po na ndigjojnë sot ose mund na ndigjojnë edhe nesër ose do të tregojnë çfarë thirrje ke ti për shqiptar, çfarë mesazhi ke për shqiptarët? Unë po them shqiptarëve pse edhe pse jemi larg vendin tonë, nuk duhet mu harru kur kush jemi dhe sa forsi ka komunitetin jonë. Edhe shqiptarët janë njerëz punëtor me zemër, edhe du më ju thonë me pas më shumë besim të vetja dhe me u bashku më shumë me njëri tjetrin, sepse kur shqiptarë rrin bashkë, bëjnë gjëra të mëdha. Edhe unë du më kenë një zë për ju, e më ju ndëgju dhe me mu përfaqësu sa më mirë interesat e komunitetit tonë. Edhe për mua ka rëndësi me ju dëgju, me ju kuptu dhe me ju dalë në ekran në respekt. Veç këtë. Jo, kjo mjaft është sepse nga njëherë ti ke politikan që të flasin 3 orë pa nalë edhe në fund nuk bëjnë kur gjë. Ne jemi tek ato që më mirë me thanë pak edhe me bë punë. Nuk premtoj gjëna
Po, si shumë, ja kupton po se e kuptoj. po Po, respekt gjithmonë edhe ju ri afër gjithmonë. Kjo shiko sigur. tani, po pra, se tani ti jo zam, po besoj që jam i sigurt se do fitosh, sepse je edhe kandidatja vetëm e shqiptar atje. Tani ti asa aty ka shtet, ka ligje, ka kryetar komune, ka edhe këshilltar tjerë, ti nuk është të thonë se do të bësh çfarë duan shqiptarët dhe çfarë do ti. Do të përshtatesh me situatën, por problemi është që ta ngresh zonin për shqiptarët kur diçka është e padrejtë. Pastaj kur është te përmban ligji, nuk ke sa me boti, su ndani shku në ligjit për me mbrojt shqiptarën. Po, nëse diçka shef sa është e padrejtë, edhe po t'japi këshill thash, mund zgjidhesh në këshillin bashkiak, po tani ti ke filluar një karrierë politike, kështu që mos u largo, edhe po fitove sepse ti kjo është shkalla e parë, është trampolina si thon, për me u hedh për fazën tjetër. Kështu që duhet i marrësh afër, duhet t'i respektosh, duhet nifesh, kërkosh nifesh me më shumë njerëz, sepse ndoshta disa njerëz nuk të njohin edhe se në shqiptarët nganjëherë themi çam duhet më shku me votue. Po, prandaj them unë që duhet vazhdimisht kërkosh e të njohësh edhe këto ditë që të kanë ngel, mos pusho mundo me shku me taku njerëzit. Atë ku e din që ka shqiptarë, pastaj një personi i thua, grupi që je bashkë me ato a i thot njëri tjetër, se kështu shpërndahet, kështu që shiko, edhe 5 vota, domethënë njerëzit pak a shumë kanë vendosur për ka votojnë ndoshta, po edhe dikush se ka vendosur akoma thot s'do shkoj fare, po me mos jemi ndal aty shqiptarët më thonë, opa, është filanja, ose ani shqiptarë s'kan si filanja, se ndoshta s'njeh fare ai se kush je, edhe mund ta fitosh një vot, pra mos u dorëzo deri në minutën e fundit. Jo, normal, po, deri në minutën e fundit un jam flas me në takime me njerëzit, po. Pi kafe për zotin jam. Po, shumë bukur. Fol pastaj, siç tha, ti nuk po premton se do të bash namin, po premton dinitet, përfaqësim dinitos të shqiptarëve, domethënë, po, kjo është e rëndësishme. Pastaj se sa mundësi ke me bë, ata e din ligji, ata e din komuna, ata e din kryetari i komunës e tjerë. Po ama paktën kur shikon se po nuk po diskriminohen ose po i mohohen disa drejta, atëherë si rregull prandaj je aty edhe për të rrezikuar, se në politikë duhet pak edhe të rrezikosh, ndoshta mund të jetë edhe partia jote që e man gabimin, kështu që aty faktikisht shiko tani, unë jetoj në Londër në Angli, edhe Londra ka pas një udhëheq, një kryeminist të famshëm, Churchill quhet ai, edhe ai thotë Churchilli që unë e ndroj partinë për parimet, por nuk i ndryshoj parimet për partinë. Pra aty keca parimet tuaja në lidhje me shqiptarët, edhe ti nuk mund të ndryshosh sepse i do partia, se në fundit unë largohem nga partia nëse partia nuk kuna parimeve të mia. Kështu që ti gjithmonë je në një parti por do të jesh edhe vetvetja. Se i ke dalë për zot shqiptarëve. Po, i ke dalë po. Tani unë besoj që ti na i tha ato gjëra, na tregove sepse ke hyrë në politikë, na tregove sepse po kandidon. Edhe unë me thënë të drejtën, sikur të kishim pi kafe bashk, e zanë sikur edhe me pi kafe me mu thjesht mu prezantu edhe me më kërku votën, unë do ta kishim dhënë votën në Romina, sepse ti si vajzë e re, më pëlqeve, sepse sot rinia një pjesë, nuk po i them të gjithë, nuk janë me kam tokë, as du me marrë me politikë, as du me marrë me asnjë gjë, sepse mendojnë se jemi trina. Në një shkollë e bajnë ndoshta më shumë se i thonë edhe prindit me bë, e kanë mend me pi kafe, se politika sakrifica. Pra për sakrificën që ke marrë në këtë moshë, unë e vlerësoj, e respektoj dhe të përgëzoj, edhe besoj që do t'ja dalish. Tani, nëse ke një fjalë tjetër o Romin për të thënë për shqiptarët e Albano Laciales, mirë, për ndryshe, këtu e mbyllim se mas pak do fillojnë edhe tjerët. Unë këtu jam në Albano Laciale, kur dën jam këtu për çdo gjë, edhe para votimet po baj një aperitivo, me pi kafe edhe tonë bashk. Për mu ka asi pik problemet, veç me mbesu mu, pse jam shumë
kënaqur me mu Një shërbyer shqiptarëve ose me një përfaqësor shqiptar. Po. O Romin, unë të falenderoj shumë. Faleminderit. Të uroj suksese. Faleminderit shumë. Unë nuk jam magjik, po kam përshtypjen që ti do ta fitosh vendin atje në po. Kam përshtypjen që do ta fitosh. Edhe po fitove pasaj do të flasim edhe një herë e të na thush për përvojën për si u zgjodhi si. Po gjithsesi, sa herë dush në rast që ti don me fol në radion tonë, ti je e mirëpritme. Faleminderit shumë. Edhe du me thanë që se ndoshta kishe marrë qik gjuhën, me pëlqej edhe gjuha shqipe e jotja, se tash pak po. Po nuk ke jetu, nuk ke jetu, unë kam vajzën time në moshë me ty, edhe ajo s'ka jetu kur për shkak në Shqipëri, e flet, po nga një fjalë po ta shofish ti, se ti aty jeton me shqiptar, edhe ato të 10 shqiptar që janë prindrit tu apo tjerë, e përzin nga një fjalë, apo jam gabim? Prandaj po them që s'kemi sa me thënë ty që ke lind e rrit në Itali, sepse edhe ato që janë rrit e në bën nga 25 vjeç në Shqipëri, edhe ato janë e përzin pak sa. Po me pëlqej sepse ke rujt edhe atë dialekt në theksin tamam shkodron që është një gjuhë e ëmbël. Po pra, flas shumë gjuhë literale, kupton? Jo, nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi se ti e shikon edhe në Itali, njerëzit flasin me dialekt, njëri që flet ai tjetri, nuk e ka trup ai tjetri me fol si më thënë nga Sicilia apo si më thënë nga Sardegna, si më thënë nga Milano, nuk është turp. Në Shqipëri ka thënë pak sa turp që thosh një katënar po folës me dialekt, po jo mos e ke problem. Shumë bravo, shumë mirë. Po. Shumë mirë. Romina, të falenderoj pra që pranove ftesën me thënë në lidhje me mua. Natën e mirë, të fala shqiptarëve, edhe inshallah do ta japin shansin për me të hap rrugën e karrierës në politik, jo për interesin tanë, por edhe për interesin e vet. Të falenderoj edhe një herë, të uroj suksese. Në fund, ditën e hanë, të jo të hanën, përse të hanën ka zgjedhje, se në mëmbët martën do të dërgoj mesazh të më thush çka ke bën. Okej, faleminderit. Okej, natën e mirë, natën e mirë. Të nderuar dëgjues të Window Radio, unë Gens Paçuku isha në një bisedë me zonjën Romina Shpeli, një vajzë 23 vjeçare e cila ka marrë guximin të kandidojë për këshilltare në komunën Albano Laciale, diku afër Romës. Unë besoj që se njerëzit po i largohen e rrin larg politikës, besoj që është për të përgëzuar, për të uruar, për të inkurajuar, për të mbështet guximi i kësaj vajze që është lindë e rrit në Itali, por foli shqip shkëlqyer, nuk e ka harruar Shqipërinë, mendon që një ditë mund të kthehet e të kontribuojë në Shqipëri, por le ta lejmë të kontribuojë për momentin në Itali, për shqiptarët në radhë parë, por edhe për Italinë, sepse është vendi ku ajo lind edhe u rrit dhe derisa jeton aty duhet të kontribuojë edhe aty. Ju bëjmë ftesë të gjithë shqiptarëve, kudo që janë në atë zonë që votojnë, edhe ata që kanë mundësi ta përcjellin, edhe nëse dikush nuk rrin në atë zonë, që di se ka një mik, ai shok, ka një familjar, ku ta di unë, një të njoftun, ta japi një këshill miqësore. Besoj se patriotizëm është, nuk është turp, është patriotizëm, është ndihmë për shqiptarët, për emrin e shqiptarëve, se ne e dimë se ne shqiptarët kemi emër të keq në përgjithësi, e kemi pas emrin më të keq, po kemi filluar me e rregullu pak sa emrin, sepse kemi tregu veten. Le ta tregojmë edhe në politikë, pse mos kemi përfaqësuesit tan në përkëshilla, ndoshta në parti, ndoshta nesër mas nesër mund të kemi edhe në parlament. Vetëm mirë kemi, asgjë të keqe nuk e kemi nëse ne përfaqësohemi nga shqiptarët. Marrim emrin e mirë, nëse ai tjetri nuk ta bën ty asgjë, se s'ka që me të bëjë, mjafton që ti hec me autoritet se thonë ja, shqiptarët kanë arrit atje. Ai si ka arrit atje, nuk të bën asgjë të mirë për ty, ndoshta se të ka larg, por ama autoriteti jot është më i fortë, edhe jo i nëpërkambur, është i mbrojtur më shumë dhe i përfaqësuar. Ju falenderoj shumë që më ndoqët nga Londra, Gens Paçuku. Ju përshëndet edhe ju uron një mbrëmje të bukur. Window Radio falenderit që më dha mundësinë të futem jashtë radhës sonë në emision. Bledi falenderit, Leonard Koja falenderit. Mirë të dëgjofshim miq.
Mikrofoni hapur nga Gens Paçuku në Window Radio.am.